Më thuaj, çka mendon se a mund të ndodhë koalicioni lëvizja vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës? Sa është e mundur? Po, do të bre me dash tash, ai ka fitue, po do të me pas bashkëpunim, po dhe shtirë është bashkëpunimi se të i njoftë si PDK-s, si LDK-s, nuk kanë historit mirë. E për ata se nuk e di, shumë vështirë. Ka me qenë vështirë, po do të shkojmë zgjedhje apet. Sërish në zgjedhje të reja, po thua? Nuk ka rahati. 100% rahati s'ka, se këtu po shkojnë punë të minati, kë buri ka 51%, ata me dikush me 20, dikush 18 shikan, po menojnë me marë pozitat ma kyqe, po e përshëndes një dëgjus më herët kur tha se në Amerikë, kush i fiton ai ka krejta, edhe këtu është ashtu. I fiton i ka krejta, 40 që sa jetë ajo, qka e që aty do gishta me që në herë, ata s'ka nevoj për ta heqë. Po kështu që... Ju mendoni që nuk do të ketë një zgjidhje konkrete? Nuk besoj. Se nuk jemi bashkëpunues, Korab, ma shkurti. Nuk jemi bashkëpunues, po të kuptoj. Jo, si jemi bashkëpunues, për me arrit gjithë shka në do të kënë bashkëpunues, po qohën me inatit, PDK-s, LDK-s, jo kështu, jo ai kështu. Deri sa mos nalën fjallë, shtire kemi me ba diçka. Mirë. Po, masi njerëzit e burra, odave në kanë vdek, tash kemi met, kush po qohet me në gjesë, peqet një gurja dhe thëna, mulli me nëzirë. I përshëndes... Falenderoj shumë zotëri Femej, të përshëndes përzemërsisht. Gjithë të mirat. E falenderojmë dhe zotërin Femej nga Washingtoni, vazhdojmë me komente. Agrona Ivazi, përshëndetje ndruar Korab Rexhepi, juve dhe stafit të DTV Media. Postin e presidentit duhet të jetë nga diaspora, që është i shkolluar të ketë edukat, e shpresojmë të bëhet, se asë një mundësi tjetër nuk besoj se ka. Ju përshëndes, respekt Korab, thot Agrona Ivazi. Faleminderit zotëri Agron, mi mbrëma. Edhe për ty, kush përna përshëndet? Hyseni. Nga në tre, zotëri Hysen. Urno? Nga për në tre, zotëri Hysen. Nga peja. Nga peja, vjen mirë që e me neve. Hera parë që në tret. Urno? Hera parë që për në tret, hera parë. Po. Jo, mërë. Hira për parë, po. Faleminderit që e me neve. Çka mendon se a mund të ndodhë koalicioni lëvizja vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës? Sa është e mundur? Ndiko, Korab. Po dëgjoj, po. Nëse e bërë kurti ata me PDK-n, unë jam shtatantar, edhe ja këmë qitë vetën, unë këmë të rejek me njëherë. Nuk do të votoni me Albin Kurtin nëse bën koalicion me PDK-n, po thani? Nëse bën, unë me njëherë këmë të rejek me PDK-n. Po me gjithë kanë të bën me këtë parti nuk bën heq. Kjo është parti rrezikshme. Kjo parti është që në ka punë këtë pikë. Po ditë pse i mur 50%, pse nuk i morën këta, po i murë kurti. Për çka? A hajnë gjinja barë? A hajnë gjinja Budan, apo qka në pytje? Jo, zotni, gjinja e kanë pa ku rruga e marë, rruga që den një dilë për popullë, kanë pa ku dili, bolë ma, nuk ka shansë me PDK-n, asë një hapë, nëse bën kurti ka me gabuë, edhe kurti me kë mund të formoj qeverin të Albin Kurti, nëse jo me PDK-n? Me LDK-n dej diku, po apet e shoni ditë me dilë ma mirë me LDK-n, ama me PDK-n krejtë zëshoj.